llogari. Ja pra të ta them unë. Po. Sepse të gjithë pjesën e ti në çdo lloj kontrate që bën, clearingun e ke gjysmë pagesë kesh, gjysmën e ke me bankë. Dhe do të thotë, nëse e merr 105, 110, 115 euro betonin me Çanta ekziston. Qofse e merr kaq, ai ti do ta bësh kontratë me 60 euro dhe 50 euro që Dakor, ky është rasti clearingut. Jo, mori, Po, ky është rasti futjes çantës. Çanta ekziston. Po pra, çanta ekziston, po te individi apo tek subjekti? Po subjekti pra po të shpjegoj. Subjekti, okej, po individi si? Individi që shkon me dy çantat. Po subjekti t'ja liron pra se unë që shkoj tek banka, që sakatohem te banka për të marrë 100.000, 200.000, 500.000, 1 milion euro për të mbyllur një objekt, Ervini që ka çantat vjen dhe ma mundson mua që unë mos shkoj të pres te banka, po ta zgjidh ty me kesh që si ke pllakat. Po si kalon në kesh ky tek subjekti, kjo është. Unë nuk punoj në prokurori, ka mekanizma. Mekanizmat ekzistojnë. Vjen notën orën 9 darkës, le çontat në shtëpi. Do ta shpjegoj. Mi gjej dy çanta dhe ta mësoj unë. Më fal. Se në orën 10 çka ka në Po pra, Në orën 10 rreth gruaja. Nëse mekanizmi pas që fat ka dalë ligji. Se këto që bëjnë si trima i rreth gruaja në darkë. Është ndaluar të shesi ndërtuesi pa e mbaruar komplet objektin. Nuk është ndaluar të shesi. Po çfarë? Është ndaluar ta regjistroj në ASHK, sepse unë sot, nëse jam duke ndërtuar një objekt, Ervin Karandxha porosit 100 metra lokal, 2 garazhe dhe një apartament. Në momentin që ne firmosim të noteri, Ervini direkt shkon dhe e regjistron në ASHK dhe bën bllokimin e pronës, se kështu është procedura. Dhe kjo u bë për të shmangur shitje 2 fishe, 3 fishe, 4 fishe. Dhe kjo ishte gjë e mirë. Dhe kjo ishte gjë e mirë. Këtë gjën e frenon që këtu. Sepse nuk e likuidon Ervini, nuk e bën gjithë të gjë, pa e quar direkt 100% të parave në bank, kjo është gjë. Dhe nuk ka më kontrata porosie, u jap 10.000 euro unë dhe kam bllokuar 30 prona. Do të paguash 100% gjën me bank dhe pastaj unë po flisja për diçka tjetër. Unë po flisja që mos të lejohet fare procesi i shitjeve, si që ka bota. Nuk ndërton mbaroj. Kur të mbaroj? Pse nuk ndërton? Me qenë s'ndorë. Pse nuk po si ndërtojnë? Me jep qelsin, do t'jap lehët. Po ne akoma jemi... Po e ka gjithë gjitha tani. Edhe një Jo, tani s'ka më ndërtusa. Edhe një breg grisu është ndërtusa. Tani janë 5 ndërtusa tani. Jo, zashur. Atëherë në qoftë se nuk e kapital, mos e bëj ndërtusa. Po ligji... Po ligji, taksa e ndikimit në infrastrukturë, që shkon rreth 12% në Tiranë, e ka frenuar të qenit ndërtuese gjithkujt. Kanë ngelur 5 ndërtuesa, 6 ndërtuesa në Tiranë. Shka më? Të më shpjegoj pra. Jo. Po së është pra mirë, që u bën ndërtues të gjithë, u bën ndërtues të gjithë. Po këta i pastrojnë legët, pra se si pastrojnë legët, se s'vjen njëri të unë pastrojnë legët. Ai që është ndërtues i ndershëm, jo. Ai që është i ndershëm, që ka kapital, që ka histori, ata që kanë vite që ndërtojnë. 90% e ndërtuesve marrin lek me fajde për të zbardhur leje. Po je i ri akoma në ndërtim ti. Ja, unë s'jam fare i ri as i vjetër, po të shpjegoj. 90% e ndërtuesve marrin lek me fajde për të zbardhur leje.